Big Brother Kosova vazhdon të sjellë momente që shkaktojnë reagime të forta, ku një fjali e vetme mjafton për të kthyer vëmendjen e publikut dhe për të hapur diskutime të gjera mbi respektin, mënyrën e komunikimit dhe kufijtë e lojës. Një prej këtyre momenteve ishte edhe deklarata e Benitës drejtuar Klodit, ku ajo u shpreh hapur: "Ke dua kape, ke dua le, por ti si në shijet e mia", duke e shoqëruar më pas me një vlerësim që u interpretua nga shumë kush si fyes dhe nënçmues. Fjalët e Benitës nuk kaluan pa u vënë re. Ato u thanë drejt për drejt, pa filtr dhe pa përpjekje për t'i zbutur. Për disa, kjo ishte thjesht sinqeritet brutal, një mënyrë për të vendosur kufi të qartë dhe për të mos lënë vend për keqkuptime. Për të tjerë, ishte një mënyrë komunikimi i ashpër që e kalon vijen mes refuzimit të ndershëm dhe nënvlerësimit personal. Klodit, i cili ka qenë shpesh pjesë e situatave sociale dhe flirtuese brenda shtëpisë, kjo deklaratë i erdhi si një goditje publike. Në një ambient ku gjithçka transmetohet dhe analizohet, refuzimi nuk mbetet vetëm mes dy personash, por kthehet në temë diskutimi për gjithë publikun. Reagimi i tij, qoftë heshtja apo përpjekja për ta kaluar situatën me humor, u pa nga shumë kush si shenjë e një pozite të vështirë në lojë. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të komentuar ishte mënyra se si Benita e formuloi mesazhin. Jo vetëm duke thënë se Klodi nuk është në shijet e saj, por duke e kategorizuar në një mënyrë që u perceptua si reduktuese dhe e padrejtë. Kjo ngriti pyetje të rëndësishme: a është e nevojshme të ulesh tjetrin për të shprehur preferencat e tua? A mund të jesh je sinqert pa lënduar? Big Brother Kosova është një provë karakteri. Banorët nuk testohen vetëm për strategjitë e lojës, por edhe për mënyrën se si komunikojnë në situata të ndjeshme. Refuzimi është pjesë e jetës dhe e lojës, por mënyra se si shprehet tregon shumë për personalitetin e secilit. Në këtë rast, Benita u shfaq si një vajzë e drejtë për drejtë, pa frikë të thotë.